Të nderuar deputet, sot secili prej nesh voton sipas ndërgjegjës vet politike dhe vjen shumë mirë që keni vendosur përtej diskutimeve për procedurë si gjithmonë ta votoni ratifikimin e kësaj marrëveshje. Por historia nuk do ta lexojë këtë vot sigurisht as sipas ndarjeve të përkohshme, as sipas bashkimit kur duhet. Ajo do të lexojë si një moment kur Shqipëria zgjedh të sillet si një shtet i respektuar në arenën ndërkombëtare. Ne nuk votojmë për një qeveri, as për një mandat, po votojmë për besueshmërinë e Shqipërisë, për fjalën që ajo jep dhe për përgjegjësitë që ajo merr. Për rolin e saj në një botë që po bëhet më e ashpër dhe më e pasigurt, edhe në Ballkanin Perëndimor. Ky është një vendim që nuk na bën as më pak evropian, as më pak sovran, e le më ato të tjerat që thuhen këtu pakarar e derdhen po ashtu në mexhlisin e politikës dhe të medias tonë. Përkundrazi, na bën më të qartë, na bën më të përgjegjshëm, më të dëgjueshëm. Jam e bindur se ky kuvend, pavarësisht bindjeve të ndryshme, ditë të ngrihet mbi to kur interesi i shtetit e kërkon. Prandaj sot nuk po ju ftoj të votoni për një marrëveshje, po ju ftoj të votoni për seriozitetin e Shqipërisë si aleate, si partnere dhe si shtet, që po në drejtimin e Edi Ramës në këto vite, jo vetëm ka marrë një drejtim të ri, po është ngritur pa diskutim në një lartësi të re, të pa imagjinueshme disa vite më parë. Dhe ky është një votim që i bën nder të gjithëve. Me këtë bindje, ju ftoj ta mbështesni ratifikimin e përfshirjes së Shqipërisë si anëtare themeluese e Bordit Paqes. Për Shqipërinë, për besueshmërinë tonë, por edhe për përgjegjësinë që na takon në një botë që ka nevojë për më shumë kontribute, për më shumë paqe reale dhe jo vetëm për fjalë.